është e domosdoshme që ndoshta nis pak edhe në Kosovë të krijohet edhe ta lufton krimin në mënyrë tjetër, në mënyrë serioze dhe të jepet një grusht shumë i fuqishëm pavarësisht kush është kryesi veprës penale ta merr dënimin e merituar. Pse është kaq e vështirë që dënohen ashtu siç e parashaj ligji dhe në vlerën e merituar të veprës që e kryen këta fajdegjin, është për shkak se shumica prej tyre në bazë të praktikave që kemi parë deri më tani janë njerëz të fuqishëm, kanë një pasuri tepër të madhe brapa vetes e rrjedhimisht edhe njerëz nëpër institucione kyçe të sigurisë, të cilët nuk i lejojnë që të shkojnë deri në dënimin e merituar të këtyre personave. Është vërtet se tash disa njerëz na paraqiten me dy fytyra, tash e kanë kriju një bagazh tjetër dhe atë bagazh tash kombëtarë shfrytëzojnë për diçka tjetër, edhe për mja vështirësu edhe njerëzve edhe jetën. Dhe tani veprimet ndaj personave tillë gjyqësore janë më të vështira, janë më të rënda, nuk është po them e ditun, e pa ditun këtu te ne që për 25 vite ende s'kemi arrit të luftojmë ashtu si do të korrupsionin i cili është ende prezent në institucionet tona shtetërore. Është e domosdoshme që ndoshta nis pak edhe në Kosovë të krijohet edhe të lufton krimin në mënyrë tjetër, në mënyrë serioze dhe të jepet një grusht shumë i fuqishëm pavarësisht kush është kryesi veprës penale ta merr dënimin e merituar. Besoni se do të pranojë lehtë një strukturë e tillë e prokurorisë? Jo, deri te krijimi një strukture të tillë me siguri se është shumë vështirë. Janë kanë disa tentativa edhe më herët që të krijohet diçka e tillë, por deri më tani nuk ka arrit, por ne po them ashtu edhe jemi të edukuar që gjithmonë kemi jetuar me shpresën dhe të shpresuar në ditë më të mira dhe në krijim të një mekanizmi më të fuqishëm. Unë po them jemi dhëtar për me besu për një ardhmë më të mirë. Apo duhet vi një presion nga jashtë dhe nga lart, siç ka ndodhur në disa vende të rajonit, e kam fjalën nga bashkia ndërkombëtare, në momentin që ata do ta shenin të nevojshme dhe të arsyeshme krijimin e një strukture të tillë siç është SPAK-u në Shqipëri ndoshta. Një ndihmë nga jashtë është e mirë, por ne nuk do të presim çdo herë iniciativë nga jashtë, duhet marrim iniciativa vetë dhe ne jemi dëshmitar të asaj ku po jetojmë dhe po shohim se çka po ndodh në Kosovë. Iniciativat është shumë më mirë që të jenë të brendshme, të jenë tonat dhe ne të krijojmë institucione të tilla, sepse kur ato krijojnë mendimin e dikujt tjetër, normalisht se edhe ata që vinë me na ndihmu e kanë interes vetin në fund dhe edhe ata dojnë shpërblimin e vetë prej krejt asaj. Por ne do të vedisohemi dhe do të vetë ngrisim iniciativa tilla dhe të krijojmë mekanizma tillë që vërtet ta luftojmë çdo keqje që vjen në vendin tonë.